Në momentin kur vajza e tij po ecte drejt altarit, babai i saj vuri rreth një burr të panjohur mes të ftuarve. Ai e pa për disa sekonda, pastaj fytyra ju ndryshua krejt. Pa i treguar askujt çfarë kishte ndodhur, nxori telefonin dhe thirri policinë. Muzika vazhdonte, të ftuarit qeshnin, ndërsa askush nuk e kuptonte pse babai i Nuses sapo kishte kërkuar ndërhyrjen e policisë në ditën më të lumtur të vajzës së tij. Por kur policët mbërriten dhe ai tregoi se kush ishte ai burr, salla e dasmës ra në heshtje. Sepse ai nuk kishte ardhur rastësisht. Dhe historia që fshihej pas pranisë së tij do të ndryshonte përgjithmonë atë familje. Ora ishte pothuajse 7:30 mbrëmjes kur muzika filloi të ndryshonte. Deri në atë moment gjithçka kishte shkuar në mënyrë perfekte. Oborri i madh i hotelit ishte mbushur me drita të vogla që vareshin mbi tavolinat e zbukuruara me lule të bardha. Në hyrje qëndronte një hark me trëndafila, ndërsa në qendër të sallës, në një lambadar të madh kristali, qëndronte tavolina e çiftit të sapomartuar. Të gjithë qeshnin, të gjithë festonin, dhe askush nuk e dinte se brenda pak minutash, një telefonat do ta kthente dasmën në një skenë që askush nuk do ta harronte. Vajza e shtëpisë, Elira, sapo kishte hyrë në sallë për krah bashkëshortit të saj, Adrianit. Ishte një nga ato momente që prindërit i imagjinojnë për vite. Babai i saj, Arbeni, qëndronte pak më larg dhe e shikonte. Ai nuk fliste, vetëm buzëqeshte. Për të, Elira ishte ende vajza e vogël që dikur i zinte dorën kur kishte frikë të flinte vetëm. Ende e kujtonte ditën kur ajo kishte ardhur në shtëpi nga materniteti. Ende i kujtonte hapat e parë. Ditën e parë të shkollës. Lotët e saj kur ishte rrëzuar me biçikletë. Dhe ditën kur, shumë vite më vonë, i kishte thënë: "Babi, kam gjetur njeriun me të cilin dua të martohem." Arbeni kishte buzëqeshur atëherë, por nuk kishte qenë plotësisht i bindur. Jo sepse nuk i pëlqente Adriani, por sepse ai kishte mësuar gjatë jetës një gjë. Ndonjëherë njerëzit që duken më të mirë janë ata për të cilët duhet të bësh më shumë kujdes. Megjithatë, atë mbrëmje ai kishte vendosur të mos mendonte për asgjë të keqe. Ishte dita e vajzës së tij, dhe ai donte vetëm ta shihte të lumtur. Në tavolinën kryesore, Elira po qeshte me nënën e saj, Mirelën. "Mos qaj përsëri," i tha Elira duke qeshur. Mirela fshiu syt. "Unë nuk po qaj." "Po qanë. Janë emocionet. Janë lot." Të dyja qeshën. Pak më tej, Adriani po përshëndeste disa miq. Arbeni mori një gotë ujë dhe u largua pak nga tavolina. Ai kishte nevojë për disa minuta qetësi. Duke kaluar pranë hyrjes së sallës, ndaloi. Diçka i tërhoqi vëmendjen. Një burr i panjohur qëndronte pranë derës. Nuk kishte ardhur me ndonjë grup. Nuk po fliste me askën. Nuk po buzëqeshte. Dhe mbi të gjitha, nuk dukej sikur kishte ardhur për të festuar. Ishte rreth të 50-tave. I veshur me një kostum të zi të thjeshtë. Flokët i kishte të thinjura. Në dorë mbante një zarf të bardhë. Arbeni e vështroi për disa sekonda. Pastaj vazhdoi rrugën. Mendoi se ndoshta ishte ndonjë mik i largët i familjes së dhëndrit, por vetëm disa hapa më vonë ndaloi përsëri. Diçka nuk i dukej normale. U kthye dhe e pa edhe një herë. Burri po shikonte drejt Elirës. Jo si një i ftuar që shikon Nusen, por sikur po shikonte dikë që e kishte kërkuar për shumë vite. Arbeni ndjeu një shqetësim të çuditshëm. U afrua. "Mirëmbrëma," tha. Burri e ktheu kokën. "Mirëmbrëma. Jeni mik i familjes." Burri heshti. "Vetëm e shikoj." "Po kërkoni dikë?" pyeti Arbeni. Burri shtrëngoi zarfin. "Jo." "Po atëherë." Ai uli syt. "Kam ardhur për të parë Nusen." Arbeni ndjeu një goditje të vogël në stomak. "E njihni Elirën?" Burri ngriti syt përsëri. "Po." "Si?" "Zeshtje." Burri nuk përgjigjej. Arbeni filloi të shqetësohej. "Emri juaj?" Burri hapi gojen, por për disa sekonda nuk tha asgjë. Pastaj tha vetëm: "Dorian." Arbeni u mendua. Dorian. Emri nuk i thoshte asgjë. "Nuk më kujtohet të kemi pasur të ftuar me këtë emër." "Sepse nuk jam i ftuar." Arbeni ngriti vetullat. "Atëherë si keni hyrë?" Burri pa drejt sallës. "Askush nuk më ndaloi." Kjo përgjigje nuk i pëlqeu as pak Arbenit. "Duhet të largoheni," i tha me qetësi. Burri nuk lëvizi. Jo pa i dhënë asaj këtë. Ngriti zarfin. Arbeni e pa. "Çfarë është?" "Diçka që ajo duhet ta lexoj." "Ma jep mua." "Jo." "Pse?" "Sepse është për Elirën." Arbeni u afrua edhe një hap. "Unë jam babai i saj." "E di." Këto dy fjalë e bën Arbenin të ngri. "Si e di?"
Burri nuk u përgjigj. Në atë moment nga salla u dëgjua një shpërthim duartrokitjesh. Elira dhe Adriani po përgatiteshin të prisnin tortën. Të gjithë po shikonin drejt tyre. Përveç Arbenit, ai po shikonte burrin përballë. Dhe për herë të parë të mbrëmje, një mendim i frikshëm i kaloi në mendje. Ti nuk ke ardhur për të uruar vajzën time. Burri e pa drejt në sy. Jo. Për çfarë ke ardhur? Doriani heshti. Pastaj tha, për t'i treguar të vërtetën. Arbeni nuk e dinte çfarë të mendonte. Çfarë të vërtete? Doriani shikoi nga Elira. Jo këtu. Ku atëherë? Duhet të flasim vetëm. Arbeni nuk pranoi. Jo. Fol këtu. Jo. Pse? Sepse nëse e merr vesh ajo tani, gjithçka do të prishet. Arbeni u afrua. Çfarë do të prishet? Doriani nuk foli. Në atë çast, një kamerier kaloi pranë tyre. Arbeni u tërhoq pak. Nuk donte të krijonte skandal, por nuk e hoqi vështrimin nga burri. Qëndro këtu, i tha. Doriani vetëm buzëqesh i hidhur. Ti nuk më kupton. Çfarë nuk kuptoj? Unë kam pritur këtë ditë për më shumë se 20 vjet. Arbeni u shtan. 20 vjet? Ai e pa edhe një herë. Burri nuk dukej si dikush që kishte ardhur për të bërë shaka. Çfarë lidhjeje ke me vajzën time? Doriani mbylli sytë për një çast. Pastaj tha, një lidhje që ajo nuk e di. Arbeni ndjeu zemrën t'i rrihte më shpejt. Në kokën e tij filluan të shfaqeshin dhjetëra mundësi. Një ish i dashur? Një problem nga e kaluara? Një borxh? Një konflikt? Por kishte diçka në mënyrën se si Doriani fliste që e bënte situatën shumë më serioze. Do të bëj vetëm një pyetje, tha Arbeni. Bëje. A e ke kërcënuar ndonjëherë vajzën time? Jo. A ke ndërmend ta lëndosh? Jo. A je këtu për të marrë hak? Doriani tundi kokën. Jo. Alors çfarë do? Burri pa zarfin. Dua që ajo ta di se nuk ka qenë kur faji i saj. Arbeni u hutua. Për çfarë? Doriani nuk u përgjigj. Në atë moment Arbeni kuptoi diçka. Ndoshta ai burr dinte diçka për Elirën që askush tjetër nuk e dinte. Dhe kjo e trembi më shumë se çdo kërcënim. Në sallë muzika vazhdonte. Elira po fotografonte me shoqet. Adriani po fliste me të atin. Mirela po përshëndeste të afërmit. Askush nuk e kishte vënë re se Arbeni mungonte. Doriani ishte ende pranë hyrjes. Arbeni nxori telefonin. Çfarë po bën? Pyeti Doriani. Po thërras policin. Për herë të parë, fytyra e burrit ndryshoi. Mos. Pse? Sepse nuk dua ta arrestojnë. Ke frikë? Jo. Atëherë pse? Doriani u afrua. Sepse nëse policia vjen, ata do të kërkojnë të dinë kush jam. Dhe do të dalë gjithçka. Arbeni pa ekranin e telefonit. Pikërisht këtë dua. Doriani u tërhoq. Jo. Pse jo? Sepse Elira nuk duhet ta marrë vesh kështu. Arbeni e shikoi me një përzierje zemërimi dhe frike. Ti erdhe në dasmën e saj pa ftesë, e shikon nga larg, i sjell një zarf dhe më thua se ke një të vërtetë që mund t'i ndryshoj jetën. Dhe tani më kërkon të mos thërras policin. Po, ke ardhur në vendin e gabuar. Doriani u kthye nga dera. Arbeni ngriti kokën. Si e di emrin tim? Doriani nuk foli. Kjo ishte pika kur Arbeni vendosi. Shtypi numrin e policisë. Policia, ju lutem. Arbeni foli me zë të ulët. Jam në një dasmë. Kemi një person të panjohur brenda ambientit. Nuk pranon të largohet dhe ka ardhur pa ftesë. Doriani e dëgjoi, por nuk u largua. Vetëm uli kokën. Do të vinë? Pyeti. Po. Mirë. Arbeni u befasua. Çfarë? Le të vinë. Ti vete kërkove. Po. Pse ndryshove mendje? Doriani shikoi drejt sallës. Sepse ndoshta ka ardhur koha. Koha për çfarë? Për të mos u fshehur më. 10 minuta më vonë, 2 policë hynë në hotel. Njëri prej tyre foli me organizatorin. Ku është personi? Arbeni tregoi nga hyrja. Doriani qëndronte aty. Kur policët ju afruan, ai nuk bëri rezistencë. Dokumentet i kërkoi njëri. Doriani nxori portofolin. Polici e mori kartën e identitetit dhe e lexoi. Pastaj ndaloi. E lexoi edhe një herë. Arbeni e pa fytyrën e tij. Çfarë ka? Pyeti. Polici nuk u përgjigj me njëherë. Shikoi Dorianin. Pastaj Arbenin. Zoti Arben, mund të flasim pak jashtë? Pse? Polici bëri një shenjë me kokë. Ju lutem. Arbeni doli. Doriani mbeti me policin tjetër. Çfarë ndodhi? Pyeti Arbeni. Polici uli zërin.
Emri I këtij personi është Dorian Kolla. Po, ka pasur një denoncim shumë vite më parë. Arbeni u ngrys. Për çfarë? Polici e pa drejtë. Për zhdukjen e një fëmije. Arbeni mbeti pa fjalë. Çfarë? Një fëmijë u raportua I zhdukur rreth 22 vjet më parë. Arbeni ndjeu një të ftohtë në trup. Dhe çfarë lidhje ka ai? Polici nuk përgjigjej. Çfarë lidhje? Më në fund polici tha. Emri I fëmijës ishte Elira. Arbeni u mbështet pas murit. Për disa sekonda nuk mund të fliste. Jo, polici e pa me kujdes. Ju e njihni këtë emër. Është vajza ime. Polici heshti. E di. Arbeni e pa. Çfarë po thua? Ky person ka kërkuar të takohet me vajzën tuaj prej vitesh. Pse? Polici uli syt. Sepse ai pretendon se ndaloi. Se çfarë? Se ai e ka shpëtuar atë. Arbeni ndjeu sikur toka po I largohej nën këmbë. Çfarë do të thotë e ka shpëtuar? Polici mori frym thellë. Duhet ta dëgjoni nga ai. Arbeni u kthye në sallë. Por tani çdo gjë dukej ndryshe. Muzika ishte ende duke luajtur. Njerëzit ende qeshnin. Por për të, zërat dukej sikur vinin nga shumë larg. Ai shikoi vajzën e tij. Elira po buzëqeshte. Nuk dinte asgjë. Nuk dinte se një burr qëndronte disa metra larg. Nuk dinte se babai I saj sapo kishte dëgjuar diçka që mund të ndryshonte gjithë historinë e jetës së saj. Arbeni u afrua te polici. Dua të di gjithçka. Do ta dini. Jo nesër. Jo pas dasmës. Tani. Polici shikoi Dorianin. Dorian është koha. Doriani ngriti kokën. Dua të flas me Arbenin. Fol. Doriani u afrua. Para 22 vitesh. Arbeni e ndërpreu. Mos më thuaj asgjë pa prova. Doriani tundi kokën. Kam prova. Ku? Doriani futi dorën në xhepin e brendshëm të xhaketës. Nxori një fotografi të vjetër. Ishte e zverdhur. E palosur në mes. Ja dha Arbenit. Arbeni e mori. E pa. Dhe fytyra ju zbardh. Në fotografi ishte një vajzë e vogël. Rreth 4 vjeç. Me një fustan të verdh. Në krahët e një burri shumë më të ri. Arbeni e njihte atë vajzë. Ishte Elira. Por ajo që e tronditi nuk ishte fotografia. Ishte burri që e mbante në krah. Arbeni e njihte edhe atë. Ai ishte. Arbeni e lëshoi fotografin. Jo. Doriani nuk foli. Jo, kjo nuk mund të jetë e vërtet. Është. Ku e ke marrë? Unë e kam bërë. Kur? Atë natë. Arbeni e pa drejt në sy. Çfarë nate? Doriani mori frym thellë. Në natën kur Elira u zhduk. Arbeni ndjeu sikur zemra ju ndal. Ti ishe aty? Po. Ti e more? Jo. Ti e shpëtove? Doriani heshti. Pastaj tha. Po. Arbeni e kapi nga krahu. Ku ishte vajza ime? Polici u afrua. Qetësohuni. Por Arbeni nuk e dëgjonte. Ku ishte? Doriani e pa në sy. Diku ku ti nuk do ta kishe imagjinuar kurrë. Ku? Doriani uli zërin. Në një makinë. Arbeni u shtan. Çfarë makine? Një makinë që ishte parkuar pranë shtëpisë suaj. Arbeni po përpiqej të kujtonte. 22 vite. Një natë. Një shtëpi. Një fëmijë që ishte zhdukur. Dhe një histori që ai kishte menduar se e njihte. Por tani po kuptonte se ndoshta nuk kishte ditur kurrë të vërtetën. Pse nuk na e the atëherë? Pyeti Arbeni. Doriani uli kokën. Sepse isha I frikësuar. Ti kishe vajzën time. Po. Dhe nuk na e the? Po të kisha folur, ajo mund të kishte vdekur. Arbeni u tërhoq. Çfarë? Doriani shikoi policin. Pastaj Arbenin. Unë nuk isha personi që e mori. Po kush? Një njeri tjetër. Kush? Doriani heshti. Ma thuaj. Jo këtu. Pse? Sepse ai person është ende gjallë. Arbeni ngriu. Dhe? Doriani shikoi nga tavolina e dasmës. Pastaj bëri diçka që Arbeni nuk e priste. Ai nuk shikoi Elirën. Ai shikoi Adrianin. Burrin që sapo ishte martuar me vajzën e Arbenit. Arbeni ndoqi shikimin e tij. Dhe për disa sekonda nuk kuptoi. Pastaj Doriani tha vetëm 6 fjalë. Bashkëshorti I saj e di gjithçka. Arbeni mbeti I ngrirë. Çfarë the? Adriani e di. Në atë moment muzika u ndal. Elira po afrohej drejt tyre. Babi. Arbeni u kthye. Ajo buzëqeshi. Çfarë po ndodh? Arbeni pa vajzën e tij. Pastaj pa Adrianin në distancë. Dhe më në fund kuptoi se pyetja nuk ishte më nëse Doriani po thoshte të vërtetën. Pyetja ishte,
Pse do të martohej Adriani me një vajzë, ndërsa mbante të fshehur një sekret që lidhej me zhdukjen e saj? Dhe përgjigja mund të ishte shumë më e tmerrshme nga sa Arbeni kishte imagjinuar ndonjëherë. Elira qëndronte vetëm pak metra larg. Ajo nuk e dinte ende se çfarë kishte ndodhur. Në dorën e saj mbante një gotë shampanjë, ndërsa në fytyrë kishte ende buzëqeshjen e nuses që sapo kishte kaluar një nga ditët më të rëndësishme të jetës. Babi, Arbeni nuk ju përgjigj menjëherë. Ai po shikonte Adrianin, djali që vajza e tij kishte zgjedhur për bashkëshort. Djali të cilit vetëm pak minuta më parë i kishte shtrënguar dorën dhe i kishte thënë: "Ma bëj vajzën të lumtur." Dhe tani një i panjohur po pretendonte se Adriani dinte diçka për një sekret që lidhej me fëmijërinë e Elirës. Arbeni nuk mund ta pranonte. "Çfarë po ndodh?" pyeti përsëri Elira. "Asgjë," tha ai, por zëri i tij nuk tingëllonte normal. Elira e kuptoi menjëherë. "Babi, çfarë ke?" "Shkote nëna." "Jo." "Ajo pa nga Doriani." "Kush është ky?" Doriani uli kokën. Për disa sekonda askush nuk foli. Pastaj Elira tha: "Pse po më shikoni të gjithë kështu?" Arbeni u përpoq të buzëqeshte. "Shkote nëna, zemër." "Babi." "Vetëm për pak." Elira nuk lëvizi. Në atë moment Adriani u afrua. "Çfarë ndodhi?" Ai e tha me një ton të qetë, por Arbeni vuri re diçka. Sapo Adriani pa Dorianin, fytyra e tij ndryshoi. Vetëm për një sekond, por Arbeni e pa. Ishte një shikim frike, një frikë e vërtet. Adriani e fshehu menjëherë. "Zotëri," i tha Dorianit, "kush jeni?" Doriani e pa drejt. "Ti e di kush jam." Adriani nuk u përgjigj. Elira pa burrin e saj. "Adrian, mos u shqetëso." "Çfarë do të thotë mos u shqetëso?" Adriani ju afrua. "Është një keqkuptim." Doriani qeshi i hidhur. "Keqkuptim?" Arbeni ndërhyri. "Adrian, dua të flas me ty." "Për çfarë?" "Vetëm ne të dy." "Patjetër." Arbeni bëri një shenjë drejt një dhome anësore. Adriani e ndoqi. Por para se të hynte, Arbeni u kthye nga polici. "Mos e lini këtë burr të largohet." Polici tundi kokën. "Do të qëndroj." Doriani nuk tha asgjë. Vetëm shikoi Elirën. Dhe kjo e bëri atë edhe më të shqetësuar. Dhoma ishte bosh. Vetëm dy karrige dhe një tavolinë. Arbeni mbylli derën. Ulu. Adriani qëndroi në këmbë. "Çfarë po ndodh?" Doriani thot se ti e njeh. Adriani heshti. "E njeh?" "Jo." "Po gënjen." Adriani ngriti kokën. "Për çfarë?" "Për reagimin tënd kur e pe." "Unë thjesht u habita." "Jo." Arbeni u afrua. "Ti u friksove." Adriani nuk foli. "Pse?" "Sepse ai është i panjohur." "Jo." "Sepse njeh." Adriani u ul. Fërkoi fytyrën me duar. "Arben, mos më thirr kështu." "Çfarë?" "Ti sapo u martove me vajzën time." "Po." "Dhe tani më del një njeri në dasmën e saj dhe më thot se ti di diçka për të kaluarën e saj." Adriani uli kokën. "Unë nuk doja të ndodhte kështu." Arbeni ndaloi. "Çfarë do të thot kjo?" Adriani nuk përgjigjej. "Çfarë nuk doje të ndodhte?" Ai ngriti syt. "Doriani nuk duhet të ishte këtu." Arbeni ndjeu një të ftohtë. "Pra e njeh." "Po." "Shkur." "Shumë vite." "Sa?" Adriani heshti. "Sa?" "Që kur isha fëmijë." Arbeni mbeti pa fjalë. "Si e njeh?" "Babai im e njihte." "Babai?" "Po." "Çfarë lidhje kishte babai yt me Dorianin?" Adriani nuk përgjigjej. Arbeni e kuptoi. "Babai yt ka lidhje me zhdukjen e Elirës." Adriani ngriti kokën. "Jo." "Pse heziton?" "Sepse është më e komplikuar." "Unë nuk dua komplikuar. Dua të vërtetën." Adriani u ngrit. "Babai im ishte një njeri i keq." "Çfarë bëri?" "Shumë gjëra." "Me vajzën time?" "Jo." "Me familjen time?" Adriani heshti. "Me Elirën?" "Jo." Arbeni e kapi nga jak. "Mos më gënje." Adriani nuk rezistoi. "Unë nuk e kam lënduar kurrë. Por di diçka." "Po." "Çfarë?" Adriani uli zërin. "Kur isha 18 vjeç, gjeta disa dokumente në shtëpinë e babait tim." "Çfarë dokumentesh?" "Dokumente për një fëmijë." Arbeni u ngrir. "Emri?" Adriani nuk e tha. Arbeni e kuptoi. "Elira." "Po." "Çfarë shkruhej?" Adriani mori frymthell. "Që ajo ishte marrë nga shtëpia juaj." "Pse?" "Babai im kishte një borxh." "Çfarë borxhi?" "Një borxh ndaj njerëzve shumë të rrezikshëm." Arbeni ndjeu sikur nuk po merrte dot frym.
Dhe vajza ime? U përdor si presion. Presion për çfarë? Për të detyruar dik të paguante. Arbeni mbylli syt. Ai e kishte kaluar gjithë jetën duke menduar se vajza e tij ishte zhdukur në mënyrë misterioze. Ai kishte kërkuar, kishte paguar njerëz, kishte kontrolluar spitale, stacione, aeroporte, kishte parë mira fytyra, por askush nuk I kishte thënë kurrë këtë. Si u kthye ajo? Adriani pa drejti. Doriani e gjeti. Dhe e solli përsëri. Pse nuk na tregoi? Sepse ai kishte frikë. Arbeni u ul. Po ti? Adriani uli kokën. Unë e mora vesh shumë vite më vonë. Pse nuk më the? Pse? Sepse babai im ishte ende gjallë. Arbeni e pa. Dhe ti kishe frikë prej tij? Po. Në anën tjetër të sallës, Elira ishte ulur pranë nënës së saj. Ajo nuk kuptonte asgjë. Çfarë po ndodh, pyeti. Mirela po mundohej të mos qante. Babi yt po zgjidh një keqkuptim. Çfarë keqkuptimi? Nuk e di. Elira pa drejt dhomës. Adriani hyri me të. Mirela nuk foli. Babi im nuk më ka fshehur kur asgjë. Mirela u ngrir. Ajo nuk e dinte nëse duhej të fliste. Sepse kishte diçka që Arbeni nuk e dinte. Diçka që ajo e kishte mbajtur të fshehur për vite. Kur Elira ishte 4 vjeç dhe ishte zhdukur për disa orë, Mirela kishte qenë në shtëpi. Ajo kujtonte vetëm disa fragmente. Një zhurmë makine, një derë që mbyllej, dhe një burrë që kishte folur me dik në telefon. Por ajo nuk kishte parë fytyrën e tij, dhe për vite kishte menduar se ndoshta kujtimi I saj ishte I gabuar. Tani, duke parë Dorianin, diçka po I kthehej në mendje. Ajo u ngrit, u afrua. Zoti Dorian. Doriani e pa. Mirela. Ajo u shtang. Ti më njeh. Adriani ngriti kokën. Babai im ka vdekur. E dim. Çfarë prove? Polici e pa. Një kasafort. Doriani u ngrit. E gjeta. Arbeni e pa. Ti e gjete? Po. Pse nuk e the? Sepse nuk dija nëse duhet ta hapja. Polici mori Chelsin. Do ta hapim tani. Pak orë më vonë, policia mbërriti në shtëpinë e vjetër. Kasaforta ishte pas një rafti. Kur u hap, brenda kishte dosje, një kuti metalike dhe një letër. Arbeni e mori letrën. Ishte shkruar nga babai I Adrianit. Në të thuhej se gjithçka kishte filluar për shkak të një borxhi, por në fund kishte një fjali që I ndryshoi të gjitha. Personi që dha informacionin për vajzën nuk ishte I huaj. Ishte dikush brenda familjes. Arbeni lexoi edhe një herë. Pastaj ngriti syt. Mirela ishte pas tij. Adriani ishte në anën tjetër. Elira po qante. Doriani qëndronte pranë derës. Dikush brenda familjes. Arbeni filloi të mendonte. Dhe papritur, një detaj I vjetër ju kujtua. Natën kur Elira ishte zhdukur, dera e pasme kishte qenë e hapur. Dhe vetëm një person e dinte se ajo derë nuk mbyllej mirë. Mirela. Ai e pa. Ti. Mirela filloi të qante. Arben. Ti e dije? Jo. Ti I kishe takuar? Po. Pse? Mirela u ul. Sepse më kërcënuan. Për çfarë? Ajo e pa Elirën. Sepse unë kisha parë diçka. Çfarë? Kam parë kush e mori. Arbeni u ngrir. Dhe nuk më the. Sepse mendova se do të vrisnin. Por kush ishte? Mirela mbylli syt. Personi që e mori Elirën. Ajo ndaloi. Pastaj tha. Ishte vëllai im. Arbeni nuk foli. Elira mbuloi fytyrën. Doriani uli kokën. Dhe Adriani u kthye nga policia. Pra më në fund doli e vërteta. Vëllai I Mirelës ishte personi që kishte marrë Elirën, por ai nuk kishte vepruar vetëm. Ai kishte punuar për njerëz që kërkonin para. Doriani e kishte gjetur Elirën dhe e kishte shpëtuar. Babai I Adrianit kishte fshehur dokumentet. Adriani I kishte zbuluar vite më vonë. Dhe Mirela kishte heshtur nga frika. Tani, pas më shumë se 2 dekadash, gjithçka ishte në duart e policisë. Por Arbeni kishte vetëm një pyetje. Pse Doriani erdhi pikërisht në dasmë? Doriani buzëqeshi. Sepse doja që vajza jote ta fillonte jetën e saj të re pa një gënjeshtër. Elira e pa. Ti më shpëtove? Po. Dhe pse nuk më kërkove kurrë? Sepse nuk doja të ktheja në atë makth. Elira ju afrua. E përqafoi. Doriani qau. Për herë të parë pas 22 vitesh. Arbeni qëndronte pranë. Ai e kuptoi se burri që kishte parë si një të huaj në dasmë nuk kishte ardhur për të shkatëruar jetën e vajzës së tij. Kishte ardhur për t'i dhënë asaj të vërtetën.
Por ajo natë do të ndryshonte gjithçka. Sepse dasma që duhej të ishte vetëm fillimi i një martese. U bë fillimi i zbardhjes së një sekreti që kishte zgjatur më shumë se 20 vjet. Dhe për Arbenin mbeti një pyetje e vetme. A mund të falte një familje kaq shumë gënjeshtra? Përgjigjja do të vinte në ditën tjetër, kur Elira do të merrte vendimin më të vështirë të jetës së saj. Të nesërmen në mëngjes, shtëpia ishte krejtësisht e heshtur. Nuk kishte muzikë, nuk kishte të qeshura, nuk kishte më të ftuar. Lulet e dasmës shëndronin ende mbi tavolina, ndërsa disa gota ishin harruar në përdhom. Vetëm fotografitë e mbrëmjes së kaluar tregonin se aty kishte qenë një fest. Por për familjen e Arbenit, ajo natë kishte ndryshuar gjithçka. Elira ishte ulur pranë dritares. Kishte kaluar gjithë natën pa fjetur. Në dorë mbante fotografinë e vjetër që Doriani i kishte dhënë. Një fotografi e saj kur ishte 4 vjeç. Ajo nuk e mbante mend atë natë, por tani e dinte se kishte ndodhur. Dhe më e dhimbshmja ishte se njerëzit që duhej ta mbronin kishin mbajtur sekrete për të. Nëna e saj kishte heshtur. Babai i saj kishte fshehur të kaluarën. Burri me të cilin sapo ishte martuar kishte ditur diçka. Dhe një i panjohur ishte shfaqur në dasmën e saj për t'i treguar të vërtetën. Elira dëgjoi hapa. Ishte Arbeni. Ai u ul pranë saj. Për disa sekonda asnjëri nuk foli. Pastaj Elira pyeti. Pse nuk ma treguat? Arbeni uli kokën. Sepse donim të mbronim. Por unë nuk isha më fëmijë. E di. Pse vazhdua të heshtnit? Arbeni mori frymë thellë. Sepse çdo herë që mendoja ta hapja atë histori, kisha frikë se do të humbisja përsëri. Elira e pa. Babi, kur të humbëm atëherë, mendova se nuk do të shija më kurrë. Ai filloi të qante. Kur të gjetëm, nuk doja të mendoja për asgjë tjetër. Vetëm të mbaja pranë. Elira i kapi dorën. Duhej të më tregoje. Po, edhe nëse do të ishte e dhimbshme. Po, sepse tani më dhemb më shumë që e mora vesh nga një i huaj. Arbeni nuk kishte çfarë të thoshte. Ajo kishte të drejtë. Pak më vonë Doriani erdhi në shtëpi. Nuk kishte më kostumin e dasmës. Kishte veshur një xhaketë të thjeshtë. Në dorë mbante të njëjtën dosje. Elira u ngrit. Dua të bëj një pyetje. Bëje. Pse më shpëtove? Doriani buzëqeshi. Sepse atë natë dëgjova një fëmijë duke qarë. Dhe unë kisha një vajzë pothuajse në moshën tënde. Ku është ajo? Doriani heshti. Pastaj tha. Ka vdekur. Elira uli syt. Kur? Shumë vite më parë. Çfarë ndodhi? Një aksident. Elira nuk foli. Doriani vazhdoi. Për vite mendova se po të mos kisha ndihmuar ty, ndoshta gjërat do të kishin qenë ndryshe. Por nuk ishte faji yt. E di tani. Ai nxori një fotografi të vogël nga portofoli. Një vajzë e vogël. Dua ta mbash. Elira e mori. Pse? Sepse ajo ishte arsyeja pse nuk të lasha të natë. Elira e përqafoi. Doriani mbylli syt. Për herë të parë ai nuk ndjeu më peshën e atij sekreti. Ndërkohë Adriani kishte qëndruar gjithë natën në komisariat. Nuk ishte arrestuar për rrëmbimin e Elirës, por kishte dhënë deklaratë për dokumentet që kishte fshehur. Kur u kthye, Elira e priti. Ai nuk foli. Ajo po ashtu. Pas disa sekondash, Elira tha. Pse? Adriani uli kokën. Sepse kisha frikë. Prej meje? Jo. Prej babait tënd? Po. Babai yt ka vdekur prej vitesh. Por frika nuk vdes bashkë me një njeri. Elira heshti. Kur i gjeta dokumentet, isha 18 vjeç. Nuk dija çfarë të bëja. Mendova të shkoja te policia. Pse nuk shkove? Sepse ai më zbuloi. Dhe më tha se nëse flisja do të shkatëronte familjen time. Elira e pa. Po unë. Adriani filloi të qante. Ti ishe vajza që babai im kishte ndihmuar të zhdukej. Elira u shtan. Ti e dije? Po. Shkur. Që para se të njiheshim. Ajo u tërhoq. Dhe më dashurove? Po. Si mund të më shije çdo ditë dhe të mos më tregoje? Nuk e di. Unë e di. Ajo uli kokën. Sepse kishe frikë. Po. Por frika nuk është justifikim. Adriani tundi kokën. E di. Elira hoqi unazën. E mbajti në dorë. Unë të kam dashur. E di. Dhe ndoshta një pjesë e imja do të doj gjithmonë. Adriani ngriti kokën. Por nuk mund të ndërtoj një martesë mbi një gënjeshtër. Ajo ja dha unazën. Kam nevojë të largohem. Adriani nuk e ndaloi. Ai e dinte se nuk kishte të drejtë. Disa javë më vonë hetimi vazhdoi.
Policia zbuloi dokumente të tjera. Disa prej personave që kishin qenë të përfshirë në rrjetin e vjetër u identifikuan. Vëllai i Mirelës u arrestua. Disa të tjerë u morën në pyetje. Historia që kishte filluar si një zhdukje fëmije tashmë po zbardhte një rrjet të tërë mashtrimesh dhe kërcënimesh. Por për Elirën gjëja më e rëndësishme ishte tjetër. Ajo kishte filluar të kuptonte kush ishte. Jo si viktim, por si një grua që kishte mbjetuar. Një mbrëmje ajo shkoi te varri i vajzës së Dorianit. Vendosi lulen e parë. Faleminderit, tha. Doriani qëndronte pak më larg. Për çfarë? Që më shpëtove. Doriani buzëqeshi. Unë vetëm bëra atë që duhej bërë. Jo, Elira u kthye. Ti bëre atë që shumë njerëz nuk patën guximin ta bënin. Doriani uli kokën. E rëndësishme është që tani je e lirë. Elira pa qiellin. Për herë të parë nuk kishte më frikë nga e kaluara. Një vit më vonë, Elira dhe Arbeni shkuan përsëri në të njëjtin hotel, por këtë herë nuk kishte dasmë. Ishte një event familjar. Dritat ishin të njëjta. Oborri ishte i njëjtë, por Elira ishte ndryshe. Ajo po buzëqeshte. Arbeni po e shikonte nga larg. Doriani ishte aty. Mirela gjithashtu. Adriani nuk ishte. Dhe kjo ishte në rregull, sepse jo çdo histori dashurie është e destinuar të përfundojë me martesë. Disa histori vinë për të mësuar diçka. Elira kishte mësuar se e vërteta mund të dhembte, por një gënjeshtër e madhe mund të dhembte edhe më shumë. Arbeni kishte mësuar se mbrojtja e një fëmie nuk do të thotë gjithmonë t'i fshehësh të vërtetën. Doriani kishte mësuar se një veprim i mirë, edhe nëse mbetet i fshehur për vite, mund të ndryshojë një jetë. Dhe familja kishte mësuar se disa sekrete nuk zhduken kurrë. Ato vetëm presin momentin e duhur për të dalë në dritë. Kur mu zgura, Elira u ul pran babait. Babi, po, atë kujtohet nata e dasmës. Arbeni buzëqeshi. Si mund ta harroj? Ti mendove se ai burr kishte ardhur të më lëndonte. Po, dhe në fund, Arbeni pa nga Doriani. Në fund kuptova se ai ishte personi që të kishte mbrojtur. Elira buzëqeshi. Po të mos e kishe para të natë. Arbeni mendoi. Ndoshta do të jetonim ende me të njëjtat gënjeshtra. Elira u mbështet në shpatullën e tij. Mirë që e pe. Arbeni qeshi. Po, pastaj shtoi. Por nuk do ta harroj kur momentin kur thira policin. Elira qeshi. Unë as nuk e dija pse. Askush nuk e dinte. Dhe tani? Arbeni e pa. Tani e dim. Disa muaj më vonë, Elira publikoi një libër për jetën e saj. Nuk përmendi emra. Nuk tregoi çdo detaj, por në faqen e parë shkroi një fjali. Disa njerëz hyjnë në jetën tënde si të panjohur, por largohen si familje. Libri u bë i njohur. Shumë njerëz i shkruan. Disa i treguan historitë e tyre. Disa i thanë se kishin gjetur forcë për të kërkuar të vërtetën, por një letër e preku më shumë se të gjitha. Ishte nga një vajzë e re. Ajo shkruante: Kam kaluar vite duke menduar se ajo që më ndodhi ishte fajin. Tani e kuptoj se nuk ishte. Elira e lexoi disa herë. Pastaj ja tregoi Dorianit. Ai buzëqeshi. Ja pse duhej ta tregoje historinë. Vite më vonë, kur Elira kujtonte atë natë, ajo nuk mendonte për dasmën. Nuk mendonte për tortën. Nuk mendonte për fustanin. Nuk mendonte as për martesën që nuk zgjati. Mendonte për një burr që qëndronte pranë derës. Një burr që askush nuk e njihte. Një burr që mbante në dorë një zarf të bardhë. Dhe për baban e saj që, në vend që ta injoronte, kishte vendosur të thërriste policin. Në atë moment, Arbeni mendoi se po mbronte familjen nga një i panjohur. Por në të vërtetë, ai po hapte derën drejt së vërtetës. Dhe ndonjëherë e vërteta vjen në mënyrën më të papritur. Jo me një telefonat, jo me një letër, jo me një dëshmi, por me një njeri që shfaqet në momentin kur askush nuk e pret. Një njeri që thot: Unë e njoh vajzën tuaj. Dhe pastaj, me një zarf në dorë, hap një histori që kishte qenë mbyllur për më shumë se 20 vjet. Sepse atë natë, babai nuk thiri policin për të prishur dasmën e vajzës së tij. Ai thiri policin sepse mendoi se kishte gjetur një kërcënim, por zbuloi se kishte gjetur shpëtimtarin e saj. Dhe ndoshta ky ishte mësimi më i madh i asaj historie. Mos gjyko gjithmonë njeriun që shfaqet në momentin më të gabuar. Ndonjëherë ai mund të ketë ardhur pikërisht në momentin kur ti ke më shumë nevojë për të vërtetën.